të largoni mizat dhe mushkonjat nga ambientet tuaja. Kjo është seria e dytë e videove, prandaj nëse je interesuar për video të tilla, sigurohu që ta ndjekësh për mos të humbur asnjë video në vazhdim. Kjo besoj është mënyra më e thjeshtë, më praktike dhe gjithashtu më pak e dëmshme për t'i larguar ato. Na duhet vetëm një kokër limon dhe disa shkopa karafila, pra si këto që shikoni në video. Thjesht i vendosim këto shkopa tek limoni, duhen të paktën 10-15 karafila për gjysmë limoni. Unë kam përdorur një kokër limon, mund të përdorni 2 kokra, varet nga ambienti që keni, varet se sa insekte ka në atë ambient. Për në njerëzit kjo mund të jetë një përgatitje e cila ka një aromë shumë të mirë, pra lëshon një aromë fantastike në ambientin ku do të vendoset, sepse karafilat kanë aromën e vet, limoni gjithashtu atë aromën e freskisë, por për mizet dhe për mushkonjat kjo është një aromë e padurueshme dhe ato detyrohen të largohen apo mos të afrohen aty. Mund ta vendosni, unë kam vendosur te balkoni, vendosni te tavolina që mund të keni në balkon apo ku të dëshironi ju, dhe është një mënyrë shumë praktike e thjeshtë. Ka dhe shumë mënyra të tjera të cilat nëse dëshironi më thoni dhe mund t'i ndaj në video të tjera në vazhdim. Megjithatë, nëse dhe ju keni mënyra të tjera të cilat i përdorni, na i lini në komente që të mësojmë dhe të ndajmë gjëra me njëri tjetrin. Ju përshëndes.